Kundërshtoi me dhunë punonjësin e policisë gjatë detyrës, procedohet penalisht drejtuesi i mjetit. Gjatë kontrollit të ushtruar, ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabis dhe një mjet prerës thik. Pas konstatimit të një shkelje të kodit rrugor nga një drejtues mjeti në vendin e quajtur Rrethi i Çoles, rast ky i bërë publik dhe në disa media, punonjësi i policisë së qarkullimit rrugor e ka njohur 45 vjeçarin me shkeljen e kryer nga ana e tij. Punonjësi i policisë është hasur fillimisht me kundërshtimin me fjalë dhe më pas me kundërshtim me veprime të dhunshme nga 45 vjeçari. Në këto kushte është bërë menjëherë shoqërimi i tij në ambientet e Komisariatit të Policisë Vlorë për veprime të mëtejshme. Në përfundim të veprimeve procedurale nga oficeri i policisë gjyqësore i prokurorisë nisi procedimi penal në ngarkim të 45 vjeçarit banues në Vlorë për veprat penale, kundërshtimi punonjësit të policisë, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta.